Faleminderit shumë. O gjike hajde burr. Se ke histori edhe happy, e diçka. Këta për më. Happy. E ke shumë, e di, po. Ne gjithë kemi shumë, mundom të japim diçka. Tani ne gjithë kemi histori pa fund se na kanë ndodhur gjëra, por dy janë momente që kanë shënuar shumë në jetën time, edhe kanë ndryshuar shumë gjëra në jetën time. Është lindja vajzës, sepse deri në momentin që ti bësh prind nuk e kupton se çfarë rëndësie ka fëmia. E vërtet. Ne kemi prindër gjithë, ta që i kanë dhe ata që si kanë, ju mungojnë shumë, e di, por në momentin që bësh vetë, e kupton se sa të duhet shumë një fëmijë në jetë. Dhe historia shumë e bukur, sepse që kur ka nis shumë rastisht, edhe e si shenjë nga Zoti, domethënë. Por s'po e tregoj se si jam njoft me bashorten, po them vetëm momentin që lindi Goca Artisja. Unë kam qenë në Gjermani, kam qenë vetëm, edhe në një vend huaj, në një vend që ti s'ke një njeri që të flasësh me gjuhën tënde, që të komunikosh, që të marrësh një mendje si përballohet kjo situatë, por që Zoti t'jep forcë edhe e din ai se si ti duhet ta përballosh. Momenti ka qenë shumë i siklesshëm, sepse bashortja ka vuajtur shumë për ta sjellë në jetë. Edhe ajo ka shkuar në martinitet nga ora 8 e mëngjesit. Por si duket se aty në Gjermani të paktën e kishin që një fëmijë që lind të dielën është fëmijë me fat. Edhe si duket do zjaste shumë sepse ajo donte të lindte të dielën domethënë. Se kështu i bie. Sepse lindja ka zgjatur 12 orë edhe për gratë që e din është merr i madh. Pa operacion domethënë, ta lindesh vetë. Edhe ishte një moment shumë i vështirë sepse ajo donte ta lindte vetë, edhe mjekët donin që ajo ta bënte natyrale lindjen. Por që unë kam qenë aty në sallë gjithkohë sepse ishim vetëm të dy. Edhe ai momenti ka qenë një moment shumë i vështirë se ajo domethënë kapte fort edhe thoshte të lutem më shpëto, po s'ke ç'a bën. Ç'a të bëj unë se unë nuk di të shpëtoj. Por që si duket Zoti forca i dha kurajo fort. Edhe ka vuajtur shumë me thënë drejtën. Po sistemi gjerman, ne si kuptojmë ato situata, unë nuk e dija kush ishte doktori, kush ishte mamia. Po e kuptova në fund kur erdhi doktori vërtet. Se tha hyri brenda dhe tha tani do lindi. Po ha mërlla thashte. Mirë po, ishte një moment shumë kështu se ne burrat s'para kuptojmë nga këto gjëra. Jo, derisa i shohim. Këto burnesha sa vuajnë. Edhe si duket përdorja të aparatin që është me thithje, ku duhen si i thënë, se nuk e di. Jo, që e thith, sepse Goca si duket ishte e trembur dhe ishte kthyer mbrapsht. Po. Edhe atë momentin nuk se harroj kur domethënë përdori atë aparatin, edhe kur doli, domethënë që filloi duke qajtë edhe kështu, ma dha mu në dorë, thash, se s'di ta maj. Jo, mbaj, tha se është joti. Mi falinderit, thash unë, po këtë kokën pse ka që kështu deformume, se aty të shkon mendja. Pa merak thaf se është procesi i lindjes dhe ajo ulesh prap. Edhe që në atë moment kam kuptuar, domethënë se emocioni dhe ndjesia dhe motivi i jetës për të jetuar, të rilind nga fillimi, edhe ke një gjë të shtrenjtë që ti përkujdesesh pafund për më të mirën e saj, edhe ti mendon që asgjë nuk ka rëndësi më në këtë botë se sa fëmia jote. E vërtetë është.
pastaj ju e pat vetë, sa është bërë, jam krenar. Është e bukur se tani po çelur këtë si më shaka. Për atë që poris. Kurse historia tjetër pastaj është humbja e shokut tim më të ngushtë, më të mirë. Ai nuk ishte vetëm shok, ai ishte vllai im. Është ndarë nga jeta e doktor Florit. Doja të flisja shumë gjatë, por e flet zemra. S'mundem. Ai ishte një njeri që ti mjafton me atë të rrije, pa folur. S'kishe nevojë me fol. Sepse gjithçka që ai ta jepte me një lloj emocioni që ti kur ndaheshe nga ai, do të rrinte aty me ty gjithkohës. Edhe kurse njihje, edhe padyshim unë që kam njohur shumë e kemi nejtë shumë bashkë. Edhe ka ngel me një për gjithë jetën. Historia kur unë e mora vesh se ajo gjë që ndodhi, unë isha në Gjermani dhe kam pas probleme me dokumentat atëherë sepse ishin procedurat për të pajisur me dokumenta dhe unë nuk mund të lëvizja dot, por kjo nuk e kisha problem këtë pjesë sepse po jetoja atje, isha futur në sistemin e tyre, edhe kur një mëngjes këto telefonat tanë që i lejmë me dridhje se nuk duam të na shqetësoj natën, por që 17 nëntori ishte ditë shumë e errët për mua, sepse telefoni im nuk pushonte, domethënë dridhje pa pushim, se kisha lënë pas zile. Dridhje pa pushim dhe unë thoja çka ka ndodhur, ose janë këto mesazhet që vinë njoftimet Facebook, Instagram. Po ishin pa pushim edhe u zgjova në një moment kështu edhe si trëmb se thash çka ka ndodhur. Kur shoh telefonin ishte i mbushur me mesazhe të tjera, me njoftimet, me lajmet, po njeriu vetëm për fatkeqësinë nuk do ta besoj kurrë. Domethënë edhe kur ndodh edhe kur e din prap ti vazhdon dhe nuk e beson. Derisa ikën vetë nga kjo jetë. Edhe mi po ishin mesazhet e para që më thonin si është situata, çka ka ndodhur, më pyesnin mua se kujtonin që unë isha atje. Pastaj marr landin telefon se thash ai e di se ai është atje. Po si duket ngjarja sa kishte ndodhur edhe atë dëgjoja kështu me frym, që me zemër të frym dhe thasha çka ka ndodhur, po iki me vrap tha se më duket se kjo gjë është e vërtet. Po shkonte në spital që të merrte vesh situatën. Edhe kur konfirmua pastaj kuptua që ishte nda nga jeta. Nuk kisha mundësi të vija në Tiranë sepse procedurat e dokumentacionit ishte e tillë. Kush e di, Stenaldo di se ja kam treguar, është procedurë shumë e vështirë që ti të vije, por unë mendova këtë që si t'jem aty, si mos t'jem aty, ai është në shpirtin tim, është në zemrën time. Unë e ndjej fort që në çdo hap të jetës time dhe në çdo veprim mbrapa se sa ai tikte në jetë që kam bërë, ai ka qenë me mua. Unë jam i frymëzuar nga veprat e tij, nga jeta e tij, nga puna me të, nga shoqëria e tij dhe besoj deri tani që u bën gjithë vite që ai është larguar. Mendoj që ka qenë një burim frymëzimi për gjërat që unë kam arritur deri tani në jetë. Dhe do mendoja këtë që t'i duam njerëzit sa i kemi pranë, t'i japim atyre energjinë e durv që ata kërkojnë nga ne të marrim nga ata atë më të mirën e tyre. Kuptohet që jeta nuk është vetëm me të mira, është dhe me të këqija, t'ja pranojmë njëri tjetrit të mirat dhe të këqijat dhe ta duam sa më shumë njëri tjetrin. Bravo.